Kryetari i komunës së Ulqinit, Genci Nimanbegu, në një konferencë për media ka deklaruar se ata vazhdojnë të insistojnë që tenderi për dhënien me qira të plazheve të anulohet, që të gjitha kontratat ekzistuese të zgjaten me një aneks dhe që ndryshimet e propozuara të ligjit të ri për të mirat detare të miratohen, në mënyrë që në vitin e ardhshëm të zhvillohen tender transparent për dhënien me qira të plazheve dhe objekteve në zonën e të mirave detare. Ai shtoi se tani që qëllimet dhe situata janë bërë më të qarta, ndjen si detyrë të flasë dhe të paraqesë këto mendime. Në muajt e fundit kemi qenë dëshmitar të miratimit të programit të lokacioneve të përkohshme në zonën e të mirave detare, pa mendim pozitiv të asnjë komune bregdetare. Pastaj miratimin e çmimeve të qirave në plazhet dhe organizimin të përshpejtuar të tenderave në të cilët ka marrë pjesë edhe kompania sapo krijuar investitori të njohur Muhamet Alabar. Sot kur qëllimet dhe situata janë bërë më të qarta, e ndije për detyrë t'ju drejtohem dhe të paraqes këtë. Në tenderin i cili është zgjatur, ku ka marrë pjesë kompania Eagle Hills Montenegro, ka ndodhur një sulm i organizuar, i papritur, i sinkronizuar me institucionet e sistemit. Gjithashtu ai shtoi se të premten kishte pasur një takim me kryeministrin e Malit të Zi, ku për habin e tij ishte i pranishëm edhe Muhamet Alabar, investitor në fushën e pasurive të patundshme, dhe kompania e tij ofroi shumën më të lartë për 9 plazhe në komunën e Ulqinit. Të premten kam pasur një takim me kryeministrin e Malit të Zi, në të cilën për habin time ka marrë pjesë edhe zoti Muhamet Alabar, investitor në fushën e pasurive të paluajtshme, kompania e të cilit ofroi shumën më të lartë për 9 plazhe në komunën e Ulqinit. Në këtë takim, ashtu si dhe në deklaratat e mëvonshme për mediat, u paraqit interesi për investimet në komunën tonë. E theksova qartë se gjatë procesit të planifikimit dhe bisedave për investime janë bërë gabime të shumta, sepse për një zhvillim të qëndrueshëm e të vërtet, është e nevojshme që të gjitha palët e përfshira të ndajnë një vizion të përbashkët. Vetëm me mirëkuptim dhe dakordsi mund të ndërtohet një histori e suksesshme dhe qëndrueshme për një kohë të gjatë. Ai theksoi se komuna Ulqinit nuk është kundër zhvillimit. Përkundrazi, ne mbështesim fuqishëm avancimin ekonomik të Ulqinit, por insistojmë që ky zhvillim të jetë në harmoni me interesat afatgjate të qytetarëve tanë. Vizioni ynë nuk është i kufizuar vetëm në turizëm. Bota ndryshon shpejt dhe ne nuk mund të lejojmë që Ulqini të mbetet i mvarur vetëm nga një sektor. Kështu ne punojmë për diversifikimin e ekonomisë tonë përmes investimeve në porte, turizëm nautik, sektorin IT, prodhime dhe dega tjera moderne të ekonomisë. Kjo do të sigurojë një të ardhme më të qëndrueshme dhe më të begatë të gjithë qytetarëve tanë. Për këtë arsye, ne ende insistojmë që ky tender të shpallet i pavlefshëm, që të gjitha kontratat ekzistuese të rinovohen me një shtesë që ndryshimet e propozuara të ligjit të miratohen në mënyrë që vitin e ardhshëm të realizohen tender transparent për qiradhënien e plazheve dhe objekteve në zonën e pasurisë detare. Rezultatet e këtij tenderi e tregojnë qartë se të gjitha pohimet e bërë nga ministri i përkatës dhe ish drejtori i ndërmarrjes publike për menaxhimin e pasurisë detare ishin të pasakta. Në fakt, ra teza se ky tender do të mëson qytetarëve të Malit të Zi të jepin me qira plazhet, ndërkohë që doli se rritja e çmimeve të qiras nuk ishte justifikuar, as nuk bazohej në një princip të ligjshëm. Ideja se shteti do të realizonte të ardhura më të mëdha me këtë veprim është rrezikshme dhe esencialisht e gabuar. Qëllimi i shtetit nuk është të realizojë fitim, por të rregullojë tregun, të inkurojë prodhimin dhe të sigurojë drejtësi sociale. Kujtoj se shteti ka më shumë të ardhura përmes TVSH-s gjatë sezonit veror, dhe këtë vit tarifa e TVSH-s është rritur për produkte turistike. Tani, me taksa shtesë që po vë ndërmarrja për menaxhimin të mirave detare, do kemi rritje çmimesh për shërbimet tona, duke e bërë turizmin e Ulqinit, të cilin e kemi ndërtuar me kujdes, jo konkurrent. Ai ka kujtuar se duke u përgjigjur pyetjes së deputetit Ilir Çapuni, kryeministri në tetor të vitit të kaluar në Kuvend ka deklaruar se ka kaluar koha kur Podgorica diktonte vizionin e zhvillimit të komunave. Duke u përgjigjur një pyetje të deputetit ton Ilir Çapunit, kryeministri në tetor të vitit të kaluar në Kuvend deklaroi se ka kaluar koha kur Podgorica përcaktonte vizionin e zhvillimit për komunat. Vizioni i zhvillimit të Ulqinit është rezultati një konsensusi të gjerë shoqëror dhe është shprehur në dokumente relevante, duke përfshirë strategjinë e zhvillimit të komunës së Ulqinit, studimet lokacione shtetëror për plazhin e madh dhe
planin hapësinor të Komunës Ulqinit. Këto dokumente përfaqësojnë udhëzuesit thelbësor për formimin e të ardhmën së qytetit tonë dhe sigurimin e arritjes së tij të qëndrueshëm dhe planifikuar, duke marrë parasysh zhvillimin e infrastrukturës, ekonomisë, demografisë, si dhe mbrojtjen e natyrës dhe të gjitha veçantitë që bëjnë Ulqinin një xhavahir të njohur në rajon. Ulqini ka një vend unik në Malin e Zi, përveç burimeve natyrore të jashtëzakonshme, ai mban edhe një vlerë të veçantë historike, kulturore dhe identitike. Gjatë shekujve ka qenë qendër e komunitetit shqiptar në Malin e Zi dhe është detyra jonë të ruajmë dhe forcojmë këtë status. Ulqini duhet të mbetet simbol krenanie, pasurie kulturore dhe bukurie natyrore dhe duhet të zhvillohet në përputhje me parimet e mbrojtjes së vlerësimit të peizazheve dhe burimeve të këtij unike, si Kryporja, Valdanosi, Ada dhe liçeni i Shasës. Këto vlera nuk duhet të sakrifikohen për interesat afërshkurta. Procesi i tenderit është tetë problematik. Ai u miratua pavarësisht mendimit negativ të gjithë komunave bregdetare, çmimi i qiras së plazheve u miratua kundër të gjithë kritereve dhe mbledhjet e qeverisë u mbajtën në një mënyrë jo korrekte, madje edhe përmes grupeve WhatsApp. E gjithë kjo mundsoi që pasuria detare të realizonte tenderin në një mënyrë që nuk është në përputhje me interesin publik dhe udhëzimet e komunave bregdetare. Këto hapa tregojnë qartë se disa vendime janë marrë përtej parimeve të legitimitetit dhe transparencës. Përpjekja e qeverisë së Malit të Zi që përmes politikave të gabuara të vazhdimësisë të vendos vendime në vend të komunave, duke marrë vendime të kundërta me vullnetin e popullsisë lokale dhe administrative, është e papranueshme. Analiza e deklaratave dhe hapave procedurale të deri tanishëm tregon qartë se ky ka qenë një skenar i planifikuar që është realizuar gjatë një periudhe të gjatë pa dijeninë e publikut. Siç ka theksuar ai, Alabar do të paraqesë më në detaje vizionin e tij për zhvillimin e Ulqinit në ditët në vijim. Dhe ne do të shqyrtojmë me kujdes opsionet më të mira që mund të ofrojmë një investitori të tillë strategjik, përmes kuvendit të komunës dhe institucioneve të tjera përkatëse. Në të njëjtën kohë, dua të theksoj se ne mbetemi të përkushtuar ndaj parimeve tona dhe qëndrimit të përbashkët të gjithë komuna bregdetare lidhur me programin e objekteve të përkohshme në zonën e të mirave detare. Ky program u miratua pa pajtimin e pushtetit lokal, tenderi u shpall pa pjesëmarrjen e tyre dhe qeveria dhe kuvendi njëruan iniciativat të gjithë komunave bregdetare dhe bashkisë së komunave të Malit të Zi, të cilat kërkuan ndryshimin e ligjit që rregullon pasurinë detare. Përfundimisht, këto lëvizje të qeverisë kanë arritur të dëmtojnë seriozisht sezonin turistik të ardhshëm, pikërisht në momentin kur tregjet e eksportuara po planifikojnë pushimet e tyre vjetore. Pra, shpallja pa vlefshme e këtij tenderi dhe lidhja e aneksit të kontratave me qeramarrësit nuk do të ndikojnë në rritjen e madhe të çmimeve të shërbimeve, duke bërë që Ulqini të bëhej një destinacion jo konkurrues. Le të mbetet Ulqini xhavahiri i Adriatikut, i ruajtur dhe i përmirësuar për brezat e ardhshëm. Le të jetë burimet e tij natyrore, pasuria kulturore dhe potenciali ekonomik të trashëgimia e nipave dhe fëmijëve tanë. Zoti e bekoft Ulqinin dhe të gjithë banorët e tij, le të mbetet gjithmonë një simbol krenarie, uniteti dhe prosperiteti. Limanbegu u përgjigje dhe pyetjeve të gazetarëve, ndër të tjera dhe në atë se a janë të gatshme partitë shqiptare të jenë një zëri që nëse ky tender nuk anulohet, do të dalin nga qeveria. Paralajmërimi im që nëse këto procedura do të vazhdojnë dhe do të kërkojnë nga politika shqiptar të tërhiqen nga qeveria ishte në moment kur nuk e kishim fare të qartë çka a ka investitorë, nuk ka investitorë në plazhin e madh. Dhe sigurisht që takimet me subjekt politike shqiptare dhe bisedat me to do të vazhdojnë. Dhe kjo është një çështje e cila është shumë thelbësore dhe duhet që jenë shumë të matur dhe shumë të përgatitur për një përgjigje e cila është, do të thoja, adekuate. Çka mendoj në përgjigje adekuate, duhet të jemi të qartë, të kthjellët, të ulemi të bisedojnë, çka janë pasojat, si është duke rezultuar, unë e përsëris, ende jemi duke folur në një, do thoya, mjegull, mungesë informatash, çfarë investimi bëhet fjalë dhe sa është masa e tij. Komuna Ulqinit është gjithmonë pranë qytetarëve dhe mund t'ju siguroj që ne jemi prezent në këto protesta, po sigurisht pasi që këto protesta nuk kanë të bëjë vetëm me qiramarrjen dhe duhet artikuluar interesi jon i përbashkët.
Këto janë vetëm vazhdimësi e procedurave dhe protestave të cilët janë nisur kohë më parë.